sa po është ullur Faton Qerimi në studio, arkitekt, po e diskutonin pak çështjen e titullit. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Mua më është dashur shumë kohë të mësoj me titullin gazetare. Më duke sikur s'më përket. Ti je mësuar me arkitekt? Tani sa kam filluar edhe unë të mësoj me këtë titull, të kuptoj plotësisht. Është interesant ta pranosh faktin se ke kalu një periudhë të gjatë duke studiuar, duke u marrë me një drejtim të caktuar, e sidomos kur si fëmijë e ke konsideruar thojse të shenjtë ato se shumë të rëndësishëm. Edhe prandaj edhe unë tani sa po jam adaptuar me këtë titull, po më pëlqen, kështu që faleminderit. Ti e kam parë unë të paktën që ke një lidhje pak më ndryshe me Shkupin edhe aspektin e arkitekturës edhe infrastrukturor, apo është thjesht përshtypja ime? Jo, është përshtypje e saktë, me sa e shoh, po. Do kisha dashur shumë të flasim për këtë, sepse unë kam thënë një herë në Facebook, kam pasur një status ku them që për të jetuar në Shkup, atë duhet ta duash, për ndryshe është shumë zor të jetosh në të, për shumë aspekte të ndryshme. Ti si e sheh në përgjithësi Shkupin nga aspekti infrastrukturor? Kjo që e the ti, po bëhet realiteti thuaj se çdo qyteti në rrethin ku po jetojmë, jo vetëm shteti ynë, edhe shtetet fqin kanë këtë problem. Të rinjt nuk po krijojnë ndonjë lidhje të veçantë me vendin ku ata jetojnë, edhe sikur mendojnë se nuk i përkasin atij rrethit. Jo vetëm për arsye infrastrukturore, por edhe për të aspektet të mentalitetit të shoqërisë në të cilën ndodhen e kështu me radhë. Mirë po, nëse duhet diçka t'ju them atyre personave, është që qyteti është aty për ju, qyteti është këtu për ne, ai pret që ne ta duam. Edhe është e vërtetë ajo që thua ti, se Shkupi ka disa probleme në aspekt infrastrukturor të cilat ne ndoshta mund të na shkaktojnë nervoza të përditshme, ndoshta ne mund të na bëjnë të them në një mënyrë të mos duam të jetojmë këtu. Por ajo çfarë Shkupin e bën tjetë e veçantë, historia, struktura e tij morfologjike si qytet, pastaj llojshmëria kulturore, ndëretnike, ndërreligioze, kështu me radhë janë shumë elemente të cilët e plotësojnë atë në ato fushë në të cilat ne i shohim mangësit, edhe na bëjnë që ta duam edhe të shohim bukuri në disa cepe, në disa kënde, në disa shkrirje të ndryshme të cilat unë i shoh dhe mundohem t'i shoh, edhe ndonjëherë edhe t'i shfaq edhe në rrjetet sociale. Ne arrim ta duam Shkupin, pa marrë parasysh mangësive, kështu që besoj që kjo është e bukura e këtij qyteti. Me thënë, pa marrë parasysh se si na nervozon ndonjëherë në mënyrën se si funksionon, ne vazhdojmë ta kemi këtë dashurinë për të. Pikërisht, madje edhe ndjejmë shumë krenari kur ndëgjojmë fjalë të bukura për Shkupin nga qytetarë të qyteteve tjera, sidomos të kryeqyteteve përreth. Patjetër. Unë kisha një vizitë nga një inxhinier ndërtimi e Shqipërisë në Shkup, edhe nuk i pëlqeu pjesa e sheshit. Më tha, nuk më pëlqen kjo pjesa e sheshit, duket shumë jo reale, duket e ke parasysh, nuk i pëlqeu fasadat, nuk i pëlqyen statujat, dhe kjo është ndoshta fatkeqësia sipas meje, që i ka ndodhur Shkupit në vitin 2014 me projektin Shkupi 2014. Ti si arkitekt, si e sheh? Fillimisht po habitem, mirë po kur kujtoj se që ka një profesionist në fushën e inxhinierisë ndërtimore, e shoh që është mendim i duhur, edhe unë qëndroj si çdo arkitekt thuajse pas këtij mendimit, sepse në përgjithësi ne të kësaj sfere jemi kundër atij Shkupit barok 2014-s, i cili ishte stil para 5 shekujsh më parë. Gjithsesi, ndonë se kjo është fenomen të cilin ne e kundërshtojmë si arkitekt, si profesionist të kësaj fushë, ka shumë persona të cilët nuk janë të fushës, mirë po shumë e pëlqejnë këtë stil. Sidomos vendasit, e sidomos ata të cilët nuk janë të informuar për stilin, dhe në fakt ajo që e shohim në Shkupin 2014, ajo që ne e shohim si barok i rem, në fakt janë definicionet të objekteve të bukura. Edhe kjo është ajo, të them, tragedia, apo fakti i dhemshur që ne nuk arritëm ta edukojmë popullin duke ofruar arkitekturë e cila i përket kohës, mirë po arritëm ta arsimojmë popullin dhe të shfaqim, të them, një qytet modern, me vlerat të rreme, sepse nuk është që i kemi objektet e barokut aq mirë të formuluara, apo ato dekorimet aq mirë të realizuara si barok,
prandaj quhet edhe barok të rrem, që ne ta edukojmë popullin se kjo është në fakt definicioni të bukurës, apo kjo është ajo çfarë e bën qytetin të bukur. Edhe unë jam kundër asaj pamje së qytetit, sidomos kur shohim objekte të rëndësisë së lartë të trashëgimisë kulturore, arkitekturore në vendin tonë, sepse u mbështjellën, u mbuluan pamjet e disa objekteve të cilat arritën ta shfaqin Shkupin tonë në atë hartën e madhe të veprimtarisë arkitekturore moderniste në botë. Domethënë, shumë objekte të qendrës fatkeqësisht u mbuluan me atë fasadë, e cila sot nuk po mirëmbahet as pak. Në fakt, ky është fakti i dhëmshëm që ai investimi në këtë stil nuk u bën në formën siç duhet. Sepse të folim të drejtën, ky proces kur objektet moderne tjetërsohen, apo objektet e kohës së tashme bashkëkohore tjetërsohen në barok, në vende tjera është proces që ndodh, definitivisht nuk jemi të vetmit të cilët në Shkup e përjetojmë. E di ke vizituar Budapestin, Budapesti mban primatin si qytet evropian edhe në pamje, sepse aty si zbatohet arkitektura të them apo trajtimi i fasadës është në nivel total ndryshe prej asaj që ne e pam në Shkup dekadën e kaluar. E deri më tash që po ishim rezultatet. Kështu që nuk jemi kundër stilit barok, thjesht jemi kundër një mënyra se si u bë, ha? Po, ose të them kualiteti me të cilin u shfaq, edhe keq përdorimi i situatës për të mos e trajtuar siç duhet, sepse fasadat vetë se po bin, nuk po pastrohen, i shohim konstruksionet e fshehta, pas tyre ka rënë i gjithë gipsi i cili u mundua ta falsifikonte atë pamje, kështu që është një fakt i dhëmshëm, ndërkaq mbas asaj fasade fshihen objekte të them 50 vjet më parë, të cilat e shpihen Shkupin të njihet si qytet modern dhe qytet i ri edhe qytet i sapo ndërtuar kohë më parë. Derisa ti po flet, unë po mendoj pak për Bukureshtin. Unë vizitova së fundmi Bukureshtin dhe edhe në një intervistë për televizionin thash që nëse shoh lart në Bukuresht më duket Evropë, nëse shoh poshtë më duket Ballkan. Sepse ishte edhe atje kjo fryma e barokut, më ngjante shumë me Budapestin, stili i ndërtesave, ndërkohë që infrastruktura rrugore pastaj linte për të dëshiruar në shumë drejtime, po qëndron gjithçka që ti thua. Përveç Shkupit 2014, një prej ngjarjeve e cila ka shënuar ndoshta, si mund ta them më mirë, ka lënë shenjë në aspektin infrastrukturor është edhe tërmeti. Patjetër, një kthesë e madhe e cila i dha formë qytetit të Shkupit. Po, i vitit 1963. Si mendon, ose për gjithë ata që ndoshta nuk kanë shumë informacion se si ka ndikuar kjo në aspektin e infrastrukturës në përgjithësi, si ka ndikuar ky tërmet dhe çfarë i ndodhi Shkupit në këtë vit? Ky tërmet mund të them ishte fatkeqësi e madhe, këtë nuk mund ta mohojmë, më duhet ta them me keqardhje, sepse ishte tërmet i fuqishëm i cili arriti që thuajse 80%, 75 deri 80% të gjitha objekteve, të gjitha ndërtimeve të deri më atëhershme të rënohen plotësisht dhe të mbesin numër i madh i banorëve pas trenën kokë. Si për kokës, falni. Kjo e bën tërmetin të jetë një kthesë shumë e madhe për ne si qytet, sepse prej atëherë filloi që Shkupi ta marrë formën që e ka sot, e të cilën ne e gëzojmë dhe ja dim vlerën si arkitekt. Pse e them këtë? Sepse nëse ka diçka të cilën unë do ta glorifikoja, si që pojnë disa, apo do ta lavdroja prej kohës së komunizmit, është pikërisht ajo se si u trajtua Shkupi pas tërmetit të 63-s, edhe atë duke i kyçur arkitektët më eminent botëror të ndërtojnë apo të them të rindërtojnë Shkupin, sepse në fakt ky proces ka të bëjë me rindërtim të Shkupit, edhe mënyra se si u trajtuan rrugët e vjetra, ndonse u ndryshuan shumë. Ne nuk e dim që ajo që sot e quajmë muri i qytetit, në fakt ka pasur disa akse të reja të cilat gjyshrit tani mbajnë mend shumë mirë, ku kanë shqetitur disa bulevarde të ndryshme. Ajo sidoqoftë arriti të krijojë një ndërlidhje të bukur me qytetin ekzistues, edhe duhet potencuar fakti që ai projekt, ai ndryshim e pati edhe
qëllimin që t'i ndërlidh të dy anët e rrjedhës së lumit Vardar, sepse e dim edhe më sot mund t'i shohim ne ato ndryshime që i ka. Qendra ishte lënë për t'u projektuar në mënyrë më të veçantë që të krijohet një lidhje më direkte mes qytetit të vjetër në anën e majtë të rrjedhës së lumit Vardar dhe qyteti i ri ku po zhvillohej Shkupi në anën e djathtë të lumit Vardar. Padyshim që tërmeti fatkeqësia e bëri këtë kthes, por neve na solli diçka shumë të pasur dhe ajo është modernizmi në qytetin tonë. Modernizmi si periudhë arkitekturore, sepse modernizmi nuk ka të bëjë vetëm të qenurit bashkohor, modernizmi është një lëvizje e shumë sferave në jetë, sepse bëhet fjalë ku normal e shohim përdorimet teknologjisë së re që ishte betoni, naturbeton që filloi të përdoret në masë të gjerë, ishte më i lirë për të ndërtu, edhe e shohim në forma të objekteve brutaliste në qytetin tonë. Dëgjoj shpesh herë persona të jenë kundër kësaj, persona të mos e pëlqejnë brutalizmin, mirëpo ne si arkitekt ja dim vlerën dhe e dim jo vetëm në aspektin fizik se si ajo u formuluar të them në objekt, po edhe prapavia se si erdhi tek ne modernizmin, cilët arkitektët e sollën, i mbajnë vlera tek ne të cilat ne prandaj nuk duam që t'i shohim të mbuluara me fasada barok. Disa prej objekteve të cilat erdhen si pasojë më pas, janë stacioni autobusave nëse nuk gaboj, posta, apo çfarë tjetër? Mund të mbesim tërë ditën. E kemi postën, e kemi pranë saj qendrën e telekomunikacioneve, e kemi bibliotekën kombëtare, e kemi teatrin shqiptar, një perlë të cilën personalisht unë shumë e pëlqej. E kemi radio-televizionin kombëtar, e kemi shtëpinë e pionerëve, e shumë tjera. Cilat erdhen si pasojë. Më intereson pak të di kjo historia e personit të cili dizajnoi disa prej arkitektit të cili dizajnoi disa prej objekteve. Nëse nuk gaboj është japonez, apo jam gabim? Jo, je sakt, bëhet fjalë për Kenzo Tangen. Ai ishte fituesi më i madh i kompeticionit, i konkursit që u hap për rindërtimin e Shkupit. Ai me ekipën e tij erdhi me një frymë shumë interesante, ka të bëjë njëjtë si e përmenda unë modernizmin në të përfshin edhe shumë disa fryma të tjera, të cilat varësisht se ku janë zhvilluar kanë pasur edhe ndikimin lokal nga arkitektura vendase, nga mendësia vendase, duke qenë ai i lindjes së largët, këtu tek ne e sjell frymën e famshme të metabolizmit në arkitekturë. Metabolizmi në arkitekturë, të bie shkurt, është një frymë e cila sjell arkitekturë që lejon të ketë aspekte të bioinspirimit, ku arkitektura me format e saj mund të shumëzohet dhe të përsëritet. Pra, këto kualitete e bëjnë një koncept, një ndërtim, një arkitekturë të jetë metabolike, një frymë të cilën nuk e kemi pasur ne këtu më parë. Realisht edhe na erdhi fal atij projekti, gjë të cilën e thash ndjehem i lumtur se në fakt ashtu duhet trajtuar gjërat. Gjithashtu ati ju la edhe qendra të dizajnohet dhe ta marrë formën që e ka sot. Ajo që quhet muri i qytetit, në fakt është koncepti sjell pikërisht nga grupa e tij. E shohim ne murin e qytetit, ndoshta për qenë pak më konkret, nëse i shohim të gjitha ato ndarjet nëpër blloqe të objekteve për banim që janë, të cilat qëndrojnë si mure që e mbrojnë qendrën. Në fakt ato janë mure të cilat mund të shumëzohen në disa herë duke formuar forma të ndryshme gjeometrike. Mirëpo njëkohësisht mund ta shohim edhe inspirimin nga një objekt disa shekullor që ndodhet jo larg murit të qytetit, edhe ajo është kalaja. Pra në një farë forme muri i qytetit që është objekt modernist me inspirime metabolike, është në fakt një riformsim apo them një riparaqitje me inspirime të asaj çka është kalaja. Pra kalaja që e ka mbrojtur qytetin mesjetar, sot ky muri i qytetit e mbron në fakt thelbin apo qendrën e qytetit, të cilën mysafirja që kishte sharë në fakt, për fat të ketë sheshin ton të madh të qytetit. Po. Në ndërkohë po i shohim pamjet e Shkupit me dron për të
për të bërë match, për të parë atë për cilën ti flet dhe për të bashkangjitur një imazh fjalëve të tua, do kisha dashur të ndalemi pak ndoshta në aspekte tjera infrastrukturore, sepse infrastruktura nuk do të thotë vetëm ndërtesa si ndërtesë, por edhe shumë aspekte të tjera. Një prej më të rëndësishmeve, e cila ka impakt në disa aspekte të tjera, është edhe transporti publik. Sa i rëndësishëm është transporti publik për një qytet? Këtë përgjigje e dim, Rita, sidomos ne të Shkupit, të cilët patëm probleme, ende po hasim me probleme të tilla, e dim se sa është i rëndësishëm transporti publik. Ajo që nuk e dim është çka nëse shumica e popullatës mbështetet tek transporti publik, rezultatet që do sjell kjo nuk e dim, nuk jemi të vetëdijshëm. Domethënë, do ishte mirë që Shkupi ose shkupjanët, ndoshta më duhet të them banorët e qytetit të Shkupit, të jenë pak më të vetëdijshëm për atë se transporti publik është dhe mund të jetë më mirë. Normal është i nënshtruar të sistemeve të ndryshme të cilat udhëheqin me të edhe me raste ndoshta edhe keq përdorur, nuk është që dua të hyj në këtë temë, mirëpo transporti publik e bën qytetin të jetë më të jetueshëm, më të qasshëm, funksional, të funksionojë siç duhet, normal, kur gjithçka bazohet rreth asaj që qyteti të jetë i ecshëm. Domethënë, në atë moment që projektojmë, që dizajnojmë ne si arkitekt, ose ata të fushës së urbanizmit edhe planifikojnë duke patur në thelb aspektin e të ecurit, pra duke mos i dhënë rëndësi mjeteve veturave kryesore të cilat janë për përdorim individual, edhe kjo duke rrit jo vetëm edhe hapësirat të cilat kanë nevojë të mbushen me kapacitete për parkingje, por duke e ulur edhe ndotjen të cilën e bëjmë ne përmes atyre përdorimeve. Ne duhet të jemi qytetarë të cilët kërkojmë për një apo interesohemi më shumë për transport publik i cili është i bazuar më shumë me rrymë, të jetë efikas, të jetë i shpejtë, të jetë i pastër, edhe duke e menjanuar nevojën për të përdorur veturë. Sepse Shkupi këtë që po përjeton tani, për fat të keq vjen edhe nga mendësia pak. Ndoshta mund të them edhe pjesa gjysmë e arsyes se pse ne jemi këtu është për shkak se ne mbështetemi në diçka si veturat apo ndonjë mjet tjetër i cili shkakton jo vetëm ndotje në ambient, por shkakton edhe ndotje si zhurmë, ka nevojë të sigurohen, siç thash, edhe parkingje, edhe kjo edhe vështirëson procesin e përjetimit të qytetit në mënyrë pak më të veçantë, sepse nëse bëjmë një krahasim me qytetet të cilat kryesojnë në listat e kualitetit për kualitet të jetesës, siç është Vjena për shembull, mund ta shohim për herë të parë që në pamjen qoftë në fotografitë të cilat i kërkojmë të qytetit, ne rrallë mund të gjejmë vetura në ato, ndërsa tek ne janë gjëja e parë që na shfaqen parasysh. Në trotuare, në rrugë, në parking, në kudo. Po, gjithkund. Dhe këtu e shohim që në fakt ne nuk projektojmë për ne projektojmë për vetura. Edhe kjo është realiteti i Shkupit për fakt të keq. Çfarë mungon tjetër Shkupit përveç transportit publik nga aspekti infrastrukturor sipas teje? Shkupit është një aspekt infrastrukturor, besoj në atë fizik ne kemi realisht probleme për shembull të tipit së paku prapë më duhet të hyj në këtë temë se ne kemi edhe ndryshime nga komuna në komunë në mënyra se si udhëhiqet, si menaxhohen të gjitha problemet. Ne si qytetarë të Shkupit hasim me probleme të pastërtisë të rrugëve për shembull. Është një problem i madh që po i ndodh qytetit tonë. Ne nuk po mundemi, nuk po kemi mënyra menaxhuese të mira që ta organizojmë kompaninë e cila merret me pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, që ta sjellë atë në nivelin që meriton. Dhe kjo është rezultat i një keq menaxhimi, ndoshta mund të them. Mirëpo duhet lobuar, duhet kërkuar dhe duhet reaguar ne si qytetar. Ne gjithmonë mund dim t'i drejtojmë gishtat ka fajtorët, ndoshta edhe në raste të gabuara, mirëpo asnjëherë nuk kemi persona të cilët ndërmarrin diçka për të ngrenë zërin, për të përmirësuar. Qoftë kjo për infrastrukturat të cilat
ndoshta vetëm ne banorët i dim, edhe këtu ka pa me pastërtinë e rrugëve, po kjo mund të jetë edhe me shërbimin apo ujësjellsen, apo me elektrifikimin e kështu me radhë. Korsitë e biçikletave, sa të rëndësishme janë për një qytet? Kur them qytet i ecshëm, e nënkuptoj edhe që të mund të vozisin biçikletë. Kjo për shkak se e dim rëndësinë e të qenërit aktiv, e dim rëndësinë e të vozitur i biçikletë, ndonse për persona kjo është edhe pa mundur për të realizu, sepse biçikleta nuk shihet si ndonjë mjet i përshtatshëm, për shkak se disa persona thjesht fizikisht nuk mund ta përballojnë një përdorim të shpeshtë të biciklës përveç se për rekreacion, nuk e shohin si mjet transporti, edhe një ndër arsyet kryesore është pikërisht kjo që nuk ndjehen të sigurt ata kur vozisin, dhe nuk kanë korsi apo nuk kanë rrugë të mira në të cilat mund lirshëm të vozisin biçikletë. Kjo vetë se vështirëson njohjen ne si shoqëri me përdorimin e biçikletës. Unë nuk po flas tu për secilin, sepse nëse dalim në qytet, qoftë në pjesën e vjetër të qytetit apo në pjesën e re, ne shohim përdorues të biçikletave. Mirpo ata janë një numër shumë i vogël krahas atij që duhet të jetë, që ne të mund të bëjë edhe krahasimin me ndonjë qytet në botë. Pra ne duhet fillimisht të fillojmë të sigurojmë kushtet, të cilat janë elementare për të quar biçikletë, edhe kjo është korsitë. Një qytet i zhvilluar në Evropë është qytet i cili ka korsi rrugë të veçanta për biçikleta, kjo nënkuptohet. Ato punë ndonjëherë dhe arsyetohen se jo sepse do ndeshen me komunikacionin rrugor të automjeteve, mirëpo ka mënyra se si ne mund të zbatojmë këto sisteme. Kemi sinjalizime rrugore për biçikleta, kemi ndërtime të ndryshme të cilat duhet të futen në standardet e planifikuesve urbanistik, pra planeve urbanistike, të cilat ndonse në dokumente figurojnë, në realitet ato vizatime të cilat i bëjnë planifikuesit urbanistik, planet urbanistike nuk zbatohen. Pra ato vija të cilat ne i projektojmë si projektant, qoftë ata urbanist apo arkitekt, ku duhet këtë korsi, në realitet ajo thjesht bëhet një trotuar i cili i shërben një përdoruesi të automjetit të parkoj, e kështu e vështirëson procesin që ne të njihemi me të mirat dhe me dobit që i ka përdorimi i biçikletave. Absolutisht. Një tjetër aspekt janë edhe hapësirat e gjelbërta, jo vetëm në Shkup, në të gjitha qytetet, sidomos unë po flas për Tetovën se është vendi im, shohim që po zëvendësohen hapësirat e gjelbërta me ndërtime, nuk dihet rëndësia e të njëjtave, sa e rëndësishme është që një qytet të ketë hapësira të gjelbërta? Shumë është e rëndësishme. Në fakt, nuk dua të bëj krahasimin, mirë po Shkupi në përgjithësi nuk është qytet i cili nuk ka gjelbrim. Për fakt të mirë kemi gjelbrim në Shkup. Jo vetëm si parqe, po kemi edhe si gjelbrime urbane. Qoftë kjo ndërmjet korsive, qoftë kjo ndërmjet trotuareve dhe rrugëve, kjo e bën jashton kualitetet qytetit në përgjithësi apo mënyrës së jetesës në qytet. Sidomos pjesët të cilët janë të projektuara pas tërmetit, kanë të bëjnë ato të cilat janë të dedikuara për banim, sepse ne pas tërmetit kemi edhe lagje të cilat u bën të jenë me ndërtime të përkohshme, me rrugë të përhershme, me ndërtime të përkohshme, aty nuk është që kemi ndonjë park apo zonë të caktuar të gjelbër, edhe që fatkeqësisht sot po e përjeton një stër urbanizëm të tepër. Për këtë kam fjalën për shembull në lagjen Taftaligje, ku aty po ndërtohen objekte të shumë të mëdha, nuk po lihen hapësirat e gjelbërta të cilat janë të parapara brenda oborreve të shtëpive, ndërsa e gjitha parcela ndërtuese po shndërrohet në objekt që e bën vendi t'i humb kualitetet. Ndërsa kur bëjmë paralelen me qytetin, qendrën kryesisht murin e qytetit i cili ishte projektuar më herët, edhe ku ne e shohim që parkingjet janë të dedikuara në disa zona të veçanta ose nën tokë, dhe ku në pa vjen gjelbrimi i cili pidim dobit, besoj s'ka nevojë të cekim, që pastron ajrin dhe qetëson njeriu me prezencën e energjisë zen. Ne gjithashtu duhet i shohim parqet edhe si
buffer zona i quajmë ne, apo ajo që e bën një qytet, një rrugë, një zonë më të zhurmshme, ta kthejmë ta kontrollojmë në fakt ndikimin e asaj zhurme në zonat të caktuara. Pra, këta bëhen dronjt vegetacioni i lartë kryesisht, janë edhe këta pastruesit në çdo aspekt, qoftë edhe kualitetit të ajrit, po edhe të zhurmave të cilat vinë dhe ne të cilat për fat të keq në disa zona të Shkupit nuk i shohim as pak dhe nuk u adim vlerën. Këtë mund ta them së paku në zonën ku unë banoj, në Çajër, pra në lagjin e Sarovës, ne rrallë shohim qoftë edhe ndonjë dru, sepse gjithçka është betonuar, gjithçka është shtruar, është mbuluar, madje edhe ato copat e vogla të cilat kanë mbetur, tani po mundohemi t'i gjejmë mënyrat se si t'i mbulojmë edhe ato për të krijuar sa më shumë parkingje, vende për parkim. Edhe ky është realiteti i një pjese që nuk është larg qendrës, Rita, këtë dua të shumë afër, po nuk është aq i madh Shkupi sa mendojmë. Pikërisht, po dua të them, sepse mënyra si u trajtua pjesa tjetër e qytetit të Shkupit nuk po bëj dallimin për anëve, mirë po vetëm për krahasim, sepse aty kemi parkingje, kemi gjelbrime, ndërsa në këtë anë ende nuk kemi. Vërehet, ne i themi pjesa e Maqedonëve, pjesa e shqiptarëve, deshëm ose s'deshëm, e themi këtë gjë. Unë kështu nuk do i ndaja, sepse e pa të mundësin, Rita, ne kemi investitorë që po bëjnë ndërhyrje, që po bëjnë ndërtime në Shkup, në Çajër kryesisht, në Sarovë, edhe dita ditës ata po e kalojnë njëra tjetrin për kualitet të dobët. Domethënë nuk po siguron as parkingje të paktën, që është një nevojë bazike për të cilën. Jemi e keqja e vetes thua ti. Definitivisht po. Kuptoj. Nuk përmendëm ndoshta disa prej monumenteve që do kisha dashur të ndalemi, një prej të cilave është edhe ura e Gurit, është një prej gjërave që unë ua tregoj turistëve kur vinë, themi kjo është origjinal. Çfarë roli ka ura e Gurit në përgjithësi në qytetin e Shkupit? Ka qenë një kohë pika kryesore që ka lidhur dy anët e Vardarit. Definitivisht po. Ajo ura e Gurit që ne shohim sot është një rikonstruim, një rindërtim i asaj çfarë dikur ka qenë, një urë e Gurit plotësisht me gurë të cilët kanë qenë të vjetër, bukur të skulpturuar, të ndërtuar, dhe thuhet se në mes të urës ka pasur një ushtri, një disa ushtarë të cilët e kanë kontrolluar hyrjen se kush i qasë qytetit prej asaj ane, prej anës jugore. Duke qenë se Shkupi urën e Gurit e ka të ndërtuar jo shumë herë, do më thënë, kemi të bëjmë me një qytet i cili kryesisht zhvilloi në anën e majtë të lumit Vardar, pra nuk është që ka pasur ndonjë zgjatje të madhe nga anës tjetër të lumit. Ura e Gurit gjithsesi qëndron si simbol i ndërlidhjes të dy anëve. Të dy anëve, po. Jo shumë kohë më parë ne kemi patur edhe urë të tjera, nuk po flas për urët të cilat janë të ndërtuara nga inxhinierët të ndërtimtarisë, pra urat rrugore, mirë po kemi pasur edhe urat të tjera në sipër Vardarit që kanë lidhur të dy anët. Ato kanë qenë, njëra ka qenë urë e Hekurt dhe tjetra ka qenë urë e Drurit. Edhe këto kanë pasur edhe emrin e veçantë të tyre, pra ura Gurit, e Hekurit, e Drurit, sepse populli ka pasur nevojë që të qarkullojë nga një anë tjetër. Mirë po, akcent theks të veçantë i dhan urës së Gurit për arsye këtë që thashë pak më herët, që qëllim i riprojektimit, rekonstruimit të Shkupit pas tërmetit ka qenë që të lidhen këto dy anë. Pra, qarshia të rrjedh natyrshëm një person duke ecur dhe të vi tek qendra e re tregtare që u bë gjatë pikërisht asaj periudhe. Pra, kjo ndërlidhje nuk ka qenë e rastësishme, sepse gjithmonë ka pasur tendencë natyrore që të lidhet qyteti i Shkupit nga të dy anët. Gjithsesi, rëndësia e urës së Gurit është e madhe. Kemi gojdhëna se ajo është ndërtuar nga Justiniani i parë, mirë po këtë ne në histori, në shkollën tonë pra të arkitekturës, nuk e kemi trajtuar si fakt të saktë. Të mirëqenë. Po nuk kemi marrë si të mirëqenë, për arsye se nuk kemi dokumente aq të sakta për ta ditur se kush është ndërtuesi i parë. Gjithsesi mund të ketë qenë një strukturë tjetër. Mirë po ajo që e shohim sot është një monument profan i arkitekturës, urbanistikës osmane, të cilën ata e sollën që në vitin 1391.
Pa marrë parasysh të gjitha problemet infrastrukturore të Shkupit, mund të bëhet një qytet më i qëndrueshëm, më i lëvizshëm, i qarkullueshëm, më eco-friendly për njerëzit, t'i plotësoj kushtet të cilat kanë nevojë, pa marrë parasysh kaosin në të cilën gjitemi për momentin? Shkupi është i vogël si qytet, mirë, por Shkupi është i madh sepse ka shumë komuna dhe ka shumë sisteme me të cilat menaxhohen shumë aspekte të cilat ti sapo përmende. Disa nga këto komuna për fat të mirë dhe kanë arritur të arrijnë atë nivel të qarkullimit, të lëvizjes, të madje edhe të qëndrueshmërisë që ti përmende. Mirë po në disa komuna, siç është ajo nga ku unë vi, e cila gjithashtu posedon edhe një, ndërsa më them, kjo është fakti më i dhimbshëm, densin më të madhe, një ndër më të mëdhat në Evropë, kjo e vështirëson pak procesin, Rita, sepse kemi të bëjmë me numër të madh të personave, me masa të gjëra, të cilat duhet të orientohen, duhet të drejtohen, të cilat gjithsesi ne mund të shohim si të pamundura, mirë po ekzistojnë procese të cilat e mundsojnë këto. Dhe këto janë duke i respektuar dhe duke besuar në planet urbanistike. Për fat të keq, unë ndonë se i kam bërë disa vjetë, nuk kam ditur se si është mënyra që unë mund t'i qasem komunës, të dëgjoj për planet që ka komuna, sepse komuna është ajo që e realizon planin urbanistik dhe unë të jap mendimin në këtë mënyrë të kontribuoj dhe të jam aktiv në procesin e realizimit të planit urbanistik, sepse ekzistojnë ligje të cilat në fakt e mundsojnë këtë gjë. Për fat të keq, unë jam rast negativ në këtë rast, që nuk kyqem dhe nuk i di të drejtat e mia, nuk i di rëndësisë apo mënyrën se si duhet t'i qasem këtij problemi, sepse rëndësinë ja di. Besoj në këtë gjendje janë edhe bashkëmoshatarët e mi, më të rinjt apo dhe më të moshuarit në vërtet mungon informacioni. Informacioni se ne edhe pastaj se si ta bëjmë ne në fakt për zgjedhjen e asaj që ne duam. Pra, së paku diçka që tani mund ta shohim se rezultat i shumë vjeçar i keq menaxhimit apo mos respektimit të planit urbanistik, është që ne po hasim me probleme bazike siç është parkingu. Tani mund të shohim qytetarët e revoltuar që kërkojnë parkingje, që kërkojnë ndryshim, duan të shohin komunën duke bërë ndryshime të tilla për të përmirësuar jetesën e tyre. Për fat të keq, hapësirat e gjelbra këtu mbesin në plan të dytë, të tretë ose shumë më poshtë, sepse ato më shihen si luks. Edhe fakti që ne natyrën e kemi bërë si luks është tragjedia e vetë. Tregon vetë se ku gjindemi. Faton, unë falenderoj shumë për këtë intervistë. Nuk e di ti sa e vërej në kohën, unë se mora vesh si kaloj, po ka kaluar më shumë se gjysmore, kështu që kohën e kemi të limituar, për të falenderoj sepse mendoj që ka qenë një nga bisedat më të bukura për Shkupin që kam bërë ndonjëherë, thjesht për t'i dhënë pamje edhe për t'i dhënë kuptim asaj në të cilën jetojmë në përditshmëri. Faleminderit, asu nuk e pas në kuptu që iku shpejt koha, ishte kënaqësi që isha këtu pjesë dhe faleminderit për mundësinë që na madhe mua dhe u jep personave të shprehnin mendimin e tyre për çështje të rëndësishme si kjo që po mësoj. Faleminderit shumë kënaqësi.